Është e rëndësishme të cekët se Këshilli Gjyqësor ka ndërmarrë veprime, respektivisht ka nxjerrë aktin bazë të mandatit kushtetues dhe ligjor, dhe po ashtu qëllimi i këtij udhëzimi lidhet me qasjen efektive të qytetarëve në procese gjyqësore në fushën civile. Vlen të theksohet se kemi dy kategorizime të këtyre taksave, kategoria e personave dhe kategoria e parashtresave. Nëse marrim numrin e personave të cilët janë liruar nga taksa, siç është para pa me udhëzimin administrativ, kemi një numër të konsiderueshëm të qytetarëve që lirohen nga taksat. Ajo që vlen të theksohet janë shfrytëzuesit e asistencës sociale, familjet e dëshmorëve, familjet e personave të cilët kanë pësu dhunë brenda sistemit, respektivisht viktimat civile të luftës, po ashtu kategoria e veteranëve të luftës. Udhëzimi zgjeron gamën e personave të cilët ju mundson që mos të bëjnë pagesë si rezultat i statusit tyre social. Po ashtu vlen të theksohet se në kuadër të udhëzimit është paraqë në disa raste kur edhe pse nuk kategorizohen si persona të cilët kanë status, siç thamë më lart, duhet patjetër që nga ana e gjykatave, respektivisht gjyqtarëve të cilët trajtojnë rastet, të shohin edhe rastet kur kemi persona të cilët ekonomikisht nuk qëndrojnë mirë dhe si rezultat i një takse i pamundsohet qasja në drejtësi për shkak gjendjes ekonomike dhe do të mund të ta komplikante ose vështërsonte jetesën e tyre. Dhe në këto raste po ashtu i parasheh udhëzimi administrativ dhe në rast se kemi një qytetar i cili pasqyron në mënyrë të qartë dëshmi, atëherë edhe mund të lirohet si rregull përjashtuese nga kategorizimi i këtyre personave që thash. Po ashtu, dalluar prej udhëzimit që ka qenë vitin 2017, që 8 vite më parë kur është nxjerrë ai udhëzim, më tepër se 8 vite, udhëzimi i ri zgjeron dikon 17 parashtresa të cilat nuk taksohen, nuk parashihet taksë për këto shërbime. Vlen të theksohet se të gjitha rastet statusore, familjare, edhe në fushën e përmbarimeve, lirohen nga pagesa e taksës. Taksa është ngrit si rezultat i standardit ekonomik, e para, e dyta kostos, e cila është zgjeru brenda vetë sistemi gjyqësor të Kosovës si rezultat të zhvillimit teknologjisë, por që për të gjitha paditë civile për cilat është ngrit taksa, është e rëndësishme të potencojmë se kanë karakter pasuror. Për të gjitha nuk ka asnjë rast të vetëm kur kemi një taksë e cila ngarkon për çështje tjera përveç taksave për paditë të cilat kanë karakter pasuror, respektivisht lidhen me pronën, lidhen me çështje të dëmeve, lidhen me çështjet e kontesteve të punës, për cilat ose aspekteve administrative, aspekteve komerciale e që lidhen me aspekt pasuror. Faleminderit shumë për këtë fillim, zotëri Maxhuni. Zotëri Zeka, ju si avokat keni reaguar publikisht ndaj këtyre ndryshimeve që janë bërë në udhëzimin e ri administrativ për unifikimin e taksave gjyqësore. Si shihni këtë rritje të taksave nga perspektiva e juaj si avokat, por edhe e qytetarëve, edhe e bizneseve që i drejtohen gjykatës? Po vetëm ashtu që është dhatë në promët, udhëzimi administrativ në mënyrë diametralisht ka rritur taksat në krahasim ato sa kanë qenë deri në fund të vitit të kaluar. Pra kemi taksa, siç u përmendën, deri në 900% rritje prej atyre që kanë qenë ekzistuese, pastaj rritja taksave për 100% është gati për çdo kategori të taksave që kanë qenë në të kaluarën. Dhe ne nuk e kemi pa në aspektin se si e ka pa Këshilli Gjyqësor, që kjo domethënë ka rezultu me rritjen ekonomike në vend. Ne kemi edhe nëse shikojmë edhe nga aspekti bankës botërore, po edhe institucioneve tjera financiare dhe monetare ndërkombëtare që merren me parametrat e zhvillimit ekonomik në Kosovë, nuk na dhojnë një zhvillim ekonomik aq të madh sa që kemi rritjen e taksave. Ne kemi inflacion
çdo vit në sistemin financiar në Kosovë, kemi zhvlerësim të parasë së qytetarëve të Kosovës dhe në anën tjetër kemi rritje të çmimeve të produkteve, në këtë rast kemi pastaj edhe rritje të taksave nga ana e sistemit gjyqësor. Nëse shohim edhe regionin, unë kam shikuar dhe krahasimisht edhe regionin, se si janë rregulluar, ne nuk shohim edhe në region taksa më të mëdha se këto që kemi tani, për tani me udhëzimin e ri administrativ të Këshillit Gjyqësor të Republikës Kosovës. Të rritën taksat për 300%, 400% deri në 900% nuk mund të bazohet në një standard të qytetarëve të Republikës Kosovës. Pastaj Këshilli Gjyqësor me këtë udhëzimin e ri administrativ ka ndarë pjesën e personat fizik nga personat juridik, përkatësisht lemin kontesimore dhe civile nga ajo komerciale e cila nuk ka qenë më herët. Por nuk e ka pas parasysh që një person fizik mund të jetë të njëjtën kohë dhe person juridik, për shembull të bizneset individuale. Një biznes individual, një trafik që shet gjërat e imta, ajo tani më është në kompetencë të gjykatës komerciale dhe tani më taksa ndaj atij personi fizik e që ka statusin e personit juridik pasi që është një biznes individual, janë të rritur deri në 4 fish, në 5 fish, deri në 6 fish. Ne taksat më të mëdha që kanë ekzistuar ndonjëherë në tarifat të mëhershme kanë qenë deri në 1.000 euro në procedurën kontesimore, tani janë shndruar në 2.500 euro në procedurën kontesimore për persona fizik, kurse deri në 10.000 euro në gjykatën komerciale. Kjo është e papërballueshme sidomos për bizneset të vogla dhe bizneset e mesme, dhe unë besoj se tani me këtë shtrejtim të realizimit të drejtësisë, unë besoj që kjo ka me tangu drejt për drejt në qasjen e persona fizik dhe persona juridik në qasjen e drejtësisë si një drejt e garantuar. Nuk mund të tentohet që une mendoj ndryshe nga Këshilli Gjyqësor, pse kompani reagim të Këshillit Gjyqësor i cili ka aluduar që taksat nuk kanë të bëjnë me uljen e padive në sistemin gjyqësor dhe uljen e numrit të lëndëve, unë besoj që pikërisht ky ka qenë qëllimi i Këshillit Gjyqësor, nashta unë besoj që nuk kanë gjetë zgjidhje tjetër dhe kanë marrë zgjidhjen më të lehtë të mundshme. Por zgjidhja më e lehtë të mundshme nuk është zgjidhja më e drejtë. Cila do të ishte tjetra nëse nuk është tjetra? Nuk i takon, unë besoj që nuk i takon Këshillit Gjyqësor të merret me uljen e numrit të padive. Këshilli Gjyqësor duhet të bëj presion në Qeverinë e Republikës Kosovës, në Kuvendin e Republikës Kosovës, në rritjen e numrit të personelit gjyqësor, administrativ dhe profesional, me qëllim që të përballet me gjithë këtë numër të lëndëve. Numri i lëndëve tregon edhe besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Tani të tentosh përmes taksave të larta ta ullsh këtë numër të padive, unë besoj që edhe nëse mendohet që është legjitime, nuk është e drejtë.